Finalizohet operacioni policor i koduar Fokus, zbardhen dhe dokumentohen 6 raste të vjedhjes me thyerje në automjete dhe banesa gjatë javës së kaluar. Identifikohen 5 pjesëtarët e grupit që kryejnë vjedhjet, kapen dhe vijnë në pranga 4 prej tyre. Punohet dhe për kapjen e bashkëpunëtorit, sekuestrohen laptop dhe celular të dyshuar të vjedhur, si dhe një automjet i cili dyshohej se përdorej për kryerjen e këtyre vjedhjeve. Si rezultati një pune intensive hetimore dhe operacionale të kryer nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarand për goditjen e një grupi kriminal i cili kryente vjedhje në banesa dhe në automjete, u finalizua operacioni i koduar Fokus. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan shtetasit me inicialet BA 27 vjeç, BC 32 vjeç, si dhe ED 30 vjeç, të 3 banues në Tiranë, si dhe SHD 33 vjeç, banues të Durrës. Gjithashtu u shpall në kërkim edhe shtetasi me inicialet OSH 39 vjeç, banues në Fier. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kryenin vjedhje me thyerje në banesa dhe në automjete. Gjatë periudhës 25 deri në 27 qershor këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin në zona të ndryshme në Sarand kanë vjedhur shuma të konsiderueshme parash, laptop, tablet, sende me vlerë si dhe dokumente personale në 5 automjete të cilëve ju kanë thyer xhamat, si dhe në një banesë. Vijon puna për kapjen e shtetasit në kërkim si dhe për zbardhjen e vjedhjeve të tjera, të cilat mund të jenë kryer nga ky grup kriminal. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.